Ani pse është një fjalë shumë e thjeshtë që përbëhet vetëm prej dy shkronjave. Për shumë njerëz mund të prodhojë ndjenjë faji. Shumë njerëz kanë problem me përdor fjalën jo. Jo, nuk mundem. Sigurisht, kjo ndjenjë e fajit ka të bëjë edhe me formimin e tyre. Por megjithatë, nuk është vonë kur me mësu njeriu kur me përdor jo. Janë disa situata kur njeriu është mirë me mësu me thonë jo dhe mas kësaj joje mos me ndjek kurfar ndjenje faji. Pavarësisht arsyeve pse nuk je mësu me thonë jo. Megjithatë, janë disa raste kur të thuash jo është në interes të shëndetit tënd personal. Pra, joja të bën mirë ty. Ani pse mund t'i mos i bëj mirë dikujt tjetër, por në këtë rast është rëndësishme të bëj mirë ty. Ne nuk mund të pajtohemi me gjithçka. Ne nuk mund të bëjmë gjithçka. Veçanërisht kur nuk ndihemi mirë ose kur çështje të caktuara bin ndesh me formimin tonë, me mësimet tona, me parimet tona e kështu me radhë. Ekzistojnë 7 jo që është mirë me i pas parasysh dhe është mirë me ditë me i përdor, sidomos në këto 7 situata. Numër 1. Jo lajka, jo formalitete në korris të rahatis. Do me thonë, çdo gjë që në një moment caktuar mund të aprish rahatin dhe mund të krijojë ndjenja jo të mira, duhet t'i themi jo. Numër 2. Jo debateve shterp të kota me njerëz që adhurojnë veten, me njerëz që besojnë se gjithçka në këtë botë sillet rreth tyre. Jo debatet me këta njerëz. Ne nuk kemi kohë me humb me të tillë njerëz. 3. Jo vendime në momente zemrimi, sepse mund të ketë pasoja të mëdha për jetën tonë kur vendimet i marrim në afekt, kur i marrim në nervoz ose në momente zemrimi. 4. Një jo e madhe për gjithçka që ti beson se Zoti i Madhreshëm e ka ndaluar në formë të prerë, pa pas nevojë mu arsyetu, sepse kësaj e respekton bindjen tënde dhe nuk ka nevojë me marrë qefin askujt. 5. Jo detyrave të reja, jo angazhimeve të reja, për aq kohë sa je i mbushur me detyra dhe me angazhime, sepse kësaj e trajton përgjegjësinë. Mund të marrësh detyra të reja, ndërkaq ti e din që ato s'mund i kryen. E 6. Jo shoqërimi me njerëz negativ që nuk shohin asnjë gjë në këtë jetë veç se errësirë, veç se energji negative. Jo këtyre njerëzve sepse thjesht po të prodhojnë energji negative.